Po, sigurisht që po, pretendohet ushtrimi më i mirë një drejtë demokratike vota e shef në raport me emocionin që kanë ngritur për shkakim pjesa delegat Venecius, që kanë plotsu kushtin statutar të mëthirë në kuvendin, i cili është në thonë afat rekord për kryetarët partisë ty respektu normën statutare, pa e konsumu në tënësi afatin për Xhavidish, për në ditën e 15 kuvendi veç për marë, gjitha organizimet teknike veç janë përfundu, tash prej se për vëzhashme prezenca delegatëve dhe me zhvillu fëmijët e kuvendi. Kuvendi matë me një pikë të randis, që kanë dojtu të pjesën edhe inicius të nënshkrujës të pjesë. Që të dhe shtije debatit demokratik e politik, dhe sigurisht që debatit e këtë japë. Absolutisht po, kuvendi është mekanizm demokratik të zgjidhjes së mendimeve të ndryshme, që do të faqohen përmes argumentit të debatit dhe normalisht fund konstatuhen përmes shumicës demokratike që është vota fshet në kuti, për cilën LDK tash sa kuvendeve që po kultivon si frymë të demokracisë dhe formë të zgjedhjes së vendimeve për ku ka mendime ndryshme. Shumicë për juve do të përshoj sa më shumë. Ajo kondër apo pro mirë? Mendoj që është pyetje sugjestive. Edhe mendoj që përgjigjja mund të mund subjektive, konsideroj që tash ka pak kohë ose orë me thonë drejtën derisa kuvendi konstaton me votën shefto dhe besoj që ka në përgjigjë për nëshë që ndërimit e mija kanë qenë qartë dhe sa kohë.